Hëna e re në Peshq zbuloni 3 shenjat që do të ndikohen më shumë. Hëna e re Marsit në Peshq do të shfaqet në 18 mars dhe me të vijnë përfundime, vendime dhe mbyllje të çështjeve të caktuara. Sipas astrologëve, këto janë 3 shenjat që do të ndikohen më shumë. Ka disa përputhje planetare që ndikojnë këtë hënë të re, duke nxitur përvoja stimuluese dhe ngjarje emocionuese. Mund të shfaqen takime të rastësishme dhe forca të tërheqjes do të na orientojnë drejt horizonteve të reja. Binjakët. Këto javë të fundit të sezonit të peshqve kanë nxjerrë shumë ndjenja dhe kuptime energjitike lidhur me punën dhe karrierën. Duke sfiduar idenë se çfarë do të thotë jesh një udhëheqës apo autoritet në fushën tuaj. Planeti i qeverisës ka qenë në prapavi në të njëjtën pjesë të artës tuaj, duke ju bërë të reflektoni mbi gabimet e kaluara dhe projekte të pa përfunduara, ndonse mund të keni përjetuar pengesa profesionale. Kjo hënë e re riaktivizon shpresën për karrierën tuaj dhe sjell një shpërthim krijues që mund t'ju ndihmojë të vizualizoni një rrugë që ju entuziazmon ta ndiqni. Keni fuqinë të krijoni magji dhe t'ju tregoni të gjithëve aftësitë tuaja këtë periudhë. Virgjëresha, planetët qeverisëse kanë qenë në prapavi në zonën tuaj të marrëdhënieve këto javë. Përveç reflektimit emocional në jetën personale, keni punuar mbi identitetin tuaj duke hequr lëkurat e vjetra dhe duke u shfaqur më të sinqert me botën. Në rrezet e hënës së re, do të ndjeni më të sigurt, duke qenë vetvetja me njerëzit që doni. Marrëdhëniet janë duke u zhvilluar dhe po pastroheni nga gjërat që mund t'ju kenë penguar të lidheshit thellësisht. Kjo hënë e re tregon magjinë që mund të krijoni kur jeni plotësisht autentik me partnerët tuaj. Peshqit. Kjo është një nga hënat më të fuqishme të vitit për ju, duke sjellë bashkimin e diellit dhe hënës në gradët e fundit të ndjeshme të shenjës suaj. Të gjitha sfidat dhe zbulimet e fundit po shndrohen në rritje personale të thellë, duke ju treguar fuqinë që këto përvoja ju japin. Tani është koha të lidheni me vetveten më të lartë, të besoni intuitën dhe të zotroni magjinë tuaj unike. Me prapavijen e Mërkurit në ditë të fundit në shenjën tuaj, keni dhuratën e retrospektivës për të kuptuar udhëtimin e fundit dhe për të mos e përsëritur historinë nëse nuk dëshironi.